Disa media maqedonase më 20 dhe 21 dhjetor 2022 publikuan tituj me pohimin se Rusia asnjëherë nuk ka sulmuar askënd, duke ia atribuar Kremlinit dhe zëdhënësit Peskov. Artikujt i referohen një videoje të TV Rusia 1, e postuar në Twitter më 20 dhjetor 2022, në të cilën Peskov thotë se Rusia asnjëherë nuk ka sulmuar askënd. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Mirë po nuk bëhet fjalë për një deklaratë të re, por për deklaratë të vjetër të Peskovit e botuar më 20 shkurt 2022, 4 ditë para fillimit të agresionit rus kundër Ukrainës. Lajmet e reja për deklaratën e vjetër të Peskovit nuk tregojnë kohën dhe kontekstin, por edhe pohimi se Rusia gjatë historisë së saj asnjëherë nuk ka sulmuar askënd është një e pavërtet historike. Perandëria ruse zhvilloi disa luftra pushtuese në shekuj 18 dhe 19, edhe me perandorinë osmane. Ka bërë luftë edhe me Persin, si dhe me disa shtete europiane. Përveç kësaj, në vitin 1939, BRSS kreu invazion ushtarak mbi Polonin, më pas edhe mbi Finlandën, e në vitin 1940 edhe ndaj vendeve baltike, pas ndarjes së Europës midis Gjermanisë naziste dhe BRSS-s, sipas protokollit sekret të paktit Ribbentrop-Molotov. Edhe pas luftës së dytë botërore, BRSS kreu invazion ushtarak në disa vende, në Hungari në vitin 1956, në Çekoslovaki në vitin 1968 dhe në Afganistan në vitin 1979. Edhe para invazionit ushtarak mbi Ukrainën, Federata Ruse sulmonte ushtarakisht vende të tjera, si për shembull Gjeorgjin në vitin 2008. Prandaj, deklaratën e Peskov se Rusia gjatë historisë së saj asnjëherë nuk ka sulmuar askënd, e vlerësojmë si një të pavërtet historike dhe dezinformat.